Edhe nuk ka mujtë. Se ka u pasin me realisht, unë kom thonë që sikleti i njerëzve ngushëllimi për zotin Kurti kur mu kryeministër se ki, mund ka dalë basti, edhe ka u pasin. Sikleti i njerëzve tillë është i madh. Dëshira e tyre është shumë e madhe kundrejt zotit Kurti. Pra, ja çfarë urrëti patologjike ekziston ndaj zotit Kurti dhe ndaj lëvizjes së vendosje. Prandaj janë bërë gjithë bashkë vetëm për interesat personale të vendit. Pse mos më qenë të paktën ndonjë nga subjektet opozitare aktuale, të paktën një herë gjatë këtij mandati me u pajtu me qeverinë. Na si lëvizje vendosje, që kemi qenë ndër opozitat më radikale që mohen mend në pas luftën në Kosovë. Ka pas pika konkrete ku jemi pajtu me secilat qeveri. Edhe me qeverinë e zotit Thaçi madje në rastin e intervenimit në veriun e Mitrovicës. As edhe një herë për 5 vjet një subjekt politik nuk doli të marrë përgjegjësi dhe të thotë në veri të Kosovës kjo qeveri po bën punë të mirë. Hajde kritikoje qeverinë për gjitha çështjet tjera. Nuk pajtohesh në arsim, nuk pajtohesh në çka do tjetër, ekonomi, shëndetësi, çka do qoftë. Mirë, po te veriu i vendit, kur qeveria përballet me një presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, kur është në 19% territorit që thotë lemër fort për zhvillim ekonomik, se mendjen kjo ka te parja, prandaj mbron partitë e interesit. Ky mendjen e ka vetë logjika biznesore.